Për përgatitjen e kësaj recete na duhen 800 ml qumësh, na duhen 5 lugë gjelle me sheqer, kjo për karamelin, na duhen 2 lugë me nisheste edhe kjo për karamelin, na duhen 8 lugë me sheqer për kremin, 3 lugë nisheste dhe 3 lugë miell që unë i kam hedhur në një vend, pasi do përzihen, edhe 80 gram gjalp. Fillimisht gjëja e parë që do bëjmë është të përgatisim karamelin. Do hedhim 5 lugët të sheqerit në një tigan dhe presim që të karamelizohet. Kur sheqeri fillon të karamelizohet, fillojmë që ta trezojmë pak nga pak, derisa të marrë ngjyrë të kuqëremt, por nuk do ta lëmë të digjet, pasi dherohet, edhe duhet të qëndrojmë te koka, edhe ta trazojmë vazhdimisht, ndërkohë duhet i ulim edhe temperaturën, pasi do temperaturë të ulët. Pasi ka marrë këtë ngjyrë, do t'i hedhim 200 ml ujë. Ndërkohë do ta lëmë që të tretet sërish sheqeri edhe të bëhet një masë e trajtshme. Ndërkohë po përgatis edhe niseshten. Niseshten do hedh në një tas. Por nuk duhet ta harrojmë asnjëherë karamelin që kemi në vatër. Niseshtes do t'i hedhim ujë. Dhe do e trazojmë që të tretet. Vazhdojmë që ta trazojmë. Duhet të kemi pak durim në fakt me karamelin. Duhet të trashet edhe pak masa që më pas t'i hedhim edhe niseshten. Vazhdojmë sërish që ta trazojmë dhe siç e shikojmë ka filluar që të marrë ngjyrë, ka filluar që të trashet. Është bërë gati për t'i hedhur niseshten e holluar me ujë. Pa largoj pak nga vatra, pasi nuk dua që të më ngjitet, që ta trazoj ashtu siç duhet. Ndërkohë po ul edhe pak temperaturën. Tashmë do t'i hedhim edhe pak ujë. Vazhdojmë të trazojmë derisa të na bëhet një masë e trajtshme. Karameli ju thash edhe pak më herët do një cik durim, ama bëhet një ëmbëlsirë shumë e shijshme. Karameli ka përfituar trashësinë që na duhet, siç e shikoni. Do fikim vatrën. Do ta trazojmë edhe pak në nxehtësinë që ka vatra. Kjo është tava në cilën do përgatis ëmbëlsirën. Kam hedhur pak ujë në mënyrë që mos të na ngjis karamelin, nuk e kam. Edhe më pas do hedhim me ndihmën e shpatullës së prapim në mënyrë të barabartë. Dhe tashmë do lëmë të ftohet edhe të përgatisim kremin. Tashmë do merremi me përgatitjen e kremit. Në një tigan do hedhim 800 ml e qumshit. Unë kam qumësh fshati dhe duket besoj nga ajka. Ndërkohë pa e ndezur ende furrën, do t'i hedhim edhe miellin edhe niseshten. Edhe do i përzihem mirë në mënyrë që mos të na ngelet me kotka. Të bëjmë pa u nxehur qumshin
pasti është më thjesht për të bërë një masë homogjene. Ndërkohë që mundohemi të tresim të gjitha kotkat, do hedhim edhe sheqerin dhe vazhdojmë që ta trazojmë. Për sheqerin në fakt nuk është shumë problem se tretet gjatë ngrojes, më tepër është për pjesën e miellit, ndërkohë që u tretën të gjitha, tashmë do ndezim vatrën. Ndezim vatrën, do hedhim edhe një vanilje për aromë. E vetmja gjë që nuk do hedhim është gjalpi, të cilin do hedhim në përfundim kur kremi të jetë duke u bërë. Ndërkohë e trazojmë që të tretet mirë edhe sheqeri, pasi nuk është tretur akoma. Po i ul pak temperaturën, pasi kremi ka filluar që të trashet, duhet ta trazoni vazhdimisht. Ndërkohë që jemi në përfundim, do hedhim edhe gjalpin. Dhe do vazhdojmë që ta trazojmë. E fikim vatrën, edhe pjesën tjetër e vazhdojmë me nxehtësinë e vatrës. Ja, dhe kremin e kemi gati. E largojmë tashmë. Tashmë, pasi kemi marrë dhe krem karameli është mpiksur, do hedhim edhe kremin sipër. Dhe tashmë do ta fus në frigorifer për ta lënë për disa orë, edhe më pas do ta shërbejmë. Ja, dhe ëmbëlsirën tonë e kemi gati. Unë sapo e kam nxjerrë nga frigoriferi, e kam lënë për disa orë dhe tashmë do e kthejmë në tavën ku edhe do e servirim. Ka dalë perfekte. Për dekor do hedhim edhe disa lajthi të thermuara.